Dhe sipas kolegut Osman Stafa, edhe gaz lotësielës. Kujtoj se në mesin e protestuesve ka dhe fëmijë, janë parë edhe nëna me fëmijë aty. Asnjë nuk është kursyer. Kjo e gjitha për të liruar rrugën kryesore të parlamentit, në mënyrë që të dilet prej andej me makina ata që kishin mbetur ende brenda, se pjesa tjetër, siç thash, ka përdorur rrugë të tjera alternative dhe ka dalë më këmbë duke lënë godinën e kuvendit të Shqipërisë. Tani jemi në fazën kur pasi ka shpërndar, policia po i prangos dhe po i shoqëron në për komisariate. Faleminderit shumë. Jo për mua. Osman, më dëgjon tani? Po të dëgjoj, atëre ishte një situatë e cila është përshkallëzuar në përplasje të forta mes policisë dhe protestuesve. Janë shoqëruar shumë persona, është hedhur gaz lotësielës në drejtim të tyre në masivitet, ndërkohë nga ana tjetër protestuesit kanë hedhur gur ndaj policisë, ndaj makinave të tyre. Dhe një pjesë janë larguar, janë shpërndar, nuk e dim se si do të vijoj, kjo është një nga makinat e policisë shtetit. Ndërkohë janë shoqëruar shumë persona, të paktën këtë e them me siguri, sepse në gjitha të situatë që po zhvillohej, pati shumë përplasje të forta mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Janë shoqëruar shumë persona në komisariate, nuk e dim numrin e saktë se sa është, por situata është qetësuar vetëm tani, teksa edhe punojësit e policisë janë tërhequr tek rrethimi i kuvendit e protestuesit. Do të shikojmë nëse do të rikthehen përsëri më apo jo, por e përsëris janë shumë personat e shoqëruar nga policia e shtetit. Një situatë kjo, protesta e parë pas 32 ditësh, sot është dita e 33 që përshkallëzon në një përplasje të tillë. Nuk kam të drejtë se më kanë dënu policia, nuk kam të drejtë se më ka dënu policia. Policia e shtetit, e krimit. Ladi! Po hajde burri, merr me mua burr. Nuk kam të drejtë më dhënojnë mua, se jam invalid dhe nuk kam të drejtë fare të më dhënojnë mua. Kjo policia e krimit, policia e korrupsionit. Je dhunuar, po thua që je dhunuar? dhunuar? Nga policë, nga maskaret. Jam edhe invalid. Nuk pyesin as për invalid, as për gjë. Kjo do shkatërru bosin as të shtata. Do shem ky sistem. Do shem ky sistem. Faleminderit. Kjo ishte njëra prej Një prej protestuesve ndërkohë që thotë se është dhunuar nga policia. Po ka pretendime se është dënuar nga policia, ky ishte pretendimi i tij. Ndërkohë që punojësit e policisë janë duke u mbledhur tek kuvendi i Republikës së Shqipërisë përsëri, janë në gatishmëri edhe makinat ujëdhëse. Pati hedhjet gazit lotësielës nga policia në drejtim të protestuesve. Ndërkohë që është dhe personat e tjerë që janë duke u shoqëruar, lutem. Pra janë duke u shoqëruar protestuesit të cilët janë arrestuar apo janë ndaluar nga policia e shtetit dhe janë duke u marrë nëpër makinat për të dërguar nëpër komisariate. Pra janë 10 protestues të cilët janë të arrestuar dhe që shoqërohen drejt komisariateve të policisë. Pra janë këta personat të cilët tashmë do të shoqërohen nëpër komisariate
pasi janë ndaluar. Pra, këtu shikojnë fare qartë edhe se si këta persona protestues do të shoqërohen nga policia. Tashmë në komisariate janë duke ofruar edhe makinat të tjera, pasi siç edhe raportova, janë të shumt personat të cilët janë të arrestuar, të shoqëruar tashmë nga policia e shtetit, pas asaj përplasje të fortë që u zhvillua. Protestuesit shprehen se ndihen të provokuar dhe ishin provokuar nga policia e shtetit në atë përplasje, teksa kishin bllokuar hyrjen e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe ishte pra momenti kur policia ndërhyri për të hapur rrugën, e cila më pas përshkallzoi në përplasje të fortë mes dy palëve, policisë së shtetit dhe protestuesve. U përdor spraj lotësielës ndaj tyre. Gjithashtu makinat ujëhedhëse gjithashtu ishin në aksionin e zhvilluar nga policia e shtetit. Dhe më pas ishte edhe hedhja e gazit lotësielës që u bë, ndërkohë protestuesit kanë hedhur në drejtim të policisë së shtetit sende të forta, gur apo sende të tjera që kanë gjetur në rrugë pas përshkallëzimit të situatës. Persona të shumt janë shoqëruar, nuk e dim sakt numrin e personave të cilët janë ndaluar dhe do të shoqërohen në policinë në komisariatet e Tiranës. Teksa ka edhe do të kuptojmë edhe numrin e punojësve të policisë të cilët mund të jenë lënduar nga situata e krijuar, apo edhe numrin e protestuesve të cilët mund të jenë gjithashtu të lënduar nga kjo përplasje që u zhvillua sot për herë të parë pas 32 ditësh protesta të zhvilluara, sot dita e 33 që përshkallëzon në një përplasje të tillë. Atëherë është një qytetar i cili është duke çfarë ndodhi? Protestuesit ishin gjithë të ulur. Policia me urdhër nga lart largoi gjithë protestuesit me gaz lotësielës, kanë hedhur gaz të pamëshirshëm ndaj qytetarëve, ndaj meje që jam i smur. Kanë hedhur gaz. Ne kemi një muaj i presim me lule, ju japim ujë. Këta vepruan sot kundra popullit. Nga sot me popullin do ta kenë kundër, do kenë luftë me popullin. Por këta ju përgjigjeroj unë, ju them të madhin Zot, këta kanë hapur luftë me popullin sot. Kemi një muaj i mbaj me ujë dhe me lule. Nga sot në shenjit të gjithë shqiptarëve, me gjithë se jemi ndaj, a jemi ndaj. Ju bëj thirrje të jemi të gjithë të bashkuar, sot do është shatë. Atëherë ishte ky komunikimi i këtij qytetari. Punojësit e policisë vijojnë të qëndrojnë pra përpara kuvendit në pozicionet e tyre. Protestues të tjerë që janë ndier keq. Ka më keq gaz? Sa ka ujë gaz të policia, ka më keq? Ka ku shkoj më keq? Protestuesja që thonë mos i gjujmë me gur policisë, më çfarë i gjujmë? Ne me buk i kemi gjujt, e na dara gjujmë me gur. E si do bë, si do luftohet, e sfitohet kjo punë. Se na dalin thonë mos i gjuni me gur ca njerëz. Po me çfarë i gjujmë ne? Ne me buk, ato me gur. Edhe bravo i qoftë. I ke pajon më gjithë civila, gjithë me pantallon shkurtë. Që po shkrit populli me polici sekrete, i demonstrat e qetë. Pse protestoni ju? Të hejmë këtë regjim të ndërme që e qetë bëtë. Bodi qeveri tjetër, të bonë komision zgjedhore, gjithë ligje dhe zgjedhët përfundoj, komi shqiptarët votoj si gjithë bota, si votojnë e Kosova. Ka i vit Kosova votojnë, asë bojnë njëri zhurmë, asë bojnë njëri e gjithë shkonë votojnë. Se kështu do shtyrim ne, me Sultan Muhamudin. Me Sultan Mahmudin do votojmë ne. Prejdo, gjithë të kene Sultan Mahmudin.